Trupi i gjetur brenda një makine të shkrumbuar pak ditë më parë në Squaora të Greqisë i përket 27 vjeçarit shqiptar Sullo Halili. Sipas Huffington Post i Greqisë, rezultatet e ADN-s kanë konfirmuar dyshimet e autoriteteve se viktima mund të ishte i riu shqiptar, gjurmët e të cilit ishin zhdukur që nga pasditja e 4 nëntorit. I riu nga Tepelena është babai i një fëmie dhe rezulton pa precedent penal. Sipas informacioneve nga HuffPost, oficerët e vrasjeve duke përfituar nga dita dhe ora e zhdukjes së 27 vjeçarit, arritën të gjenin pamje filmike në Vilja Atik, ku viktima po i afroi fshatit me makinën e tij dhe rreth 10 minuta më vonë po largoi makina e vjedhur me targa të falsifikuara brenda së cilës u gjet trupi i karbonizuar i 27 vjeçarit. Policia beson se viktima shkoi të takonte dikë në Vilja, por nuk mund të thotë me siguri se ku është vrarë. 27 vjeçari nga Tepelena kishte një precedent pastër penal dhe hetuesit e vrasjeve nëpërmjet të dhënave në telefonin e tij celular dhe dëshmive nga ata përreth tij shpresojnë të identifikojnë prova që do t'i ndihmojnë ata të zbardhin vrasjen. Policia dyshon se viktima mund të jetë përfshirë në veprimtari kriminale ose është gjetur në vendin e gabuar në kohën e gabuar. Mediat greke e shkruajnë se nga mënyra e veprimit me një makinë të vjedhur disa muaj më parë, të cilës i kishin vënë madje targa që korrespondojnë me një automjet të së njëjtës markë dhe ngjyrë nga Katerini, fakti që viktima ishte e prangosur dhe e lidhur në shpinë dhe tani elementi i të shtënave të gjitha tregojnë për një ekzekutim nga profesionist, me shumë mundësi ishte një kontratë vdekje. Ndërkohë ka edhe prova se autori ose autorët e krimit kishin një uri për zonën, pasi vendi i shkret i kombinuar me vetmin shteg largimi tregon se ata nuk kanë mbërritur atje rastësisht.